Përshëndetje Arkita, nëse keni ardhur në Solvë Intervista. Përshëndetje. Atëherë, më thoni diçka për karrierën tuaj. Cila është që nga fillimi deri sot? Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jem pjesë e podcastit tuaj. Për më tepër që ne të dy jemi dhe qytetarë fjerak, edhe ndoshta kemi diçka për të thënë edhe për qytetin. Si ka qenë fëmijëria jonë edhe si është transformuar sot. Unë jam mësuese me profesion. Nuk është se tani që e mendoj, nuk është se është profesioni që unë po të isha më emancipuar, kisha vizion më të hapur më përpara ose të ishte kjo qasje që është sot, do të bëhesha një mësuese, sepse kam kuptuar me kalimin e kohës që unë di të bëj shumë mirë biznes, marketing, jam një njeri që gjatë gjithë kohës, dhe duke bërë biseda unë marr nga njerëz jam e vëmendshme, dhe me njerë më linë në mendje një ide, një projekt që e shpreh dhe për të tjerë, po e kam praktikuar dhe kam bërë dhe për vete, domethënë disa projekte të mia që ndoshta kanë zgjatur pak, por i kam testuar dhe kam thënë ja kam dalë, okay, dita bëj dhe këtë, kështu që mësuese për 20 vitesh në qytetin e Fierit, kam pasur fatin që të punoj në fshat, të rritem si mësuese aty, sepse fillimi gjithmonë i një mësuesi nuk është ai, për shembull unë nuk e shikoj veten time siç mund të jem sot mësuese para 21 vitesh. Mendoj që me kalimin e kohës jam rritur dhe vetë, ata fëmijët më kanë rritur mua dhe ndoshta fakti që punoj me fëmijët më ka bërë ta shikoj çik edhe ndryshimin social, jetën e këtyre të rinjve, më nga afër ta pranoj, domethënë, ta pranoj gjithë ndryshimin. Po të kisha qenë ndonjë profesion tjetër, do më duke çdo gjë që shikoj, qoftë këto problematikat me adoleshentët, qoftë qasjen e fëmijëve me mënyrën se si duhet të mësojnë ose pjesa e after schoolit, do thosha bobo çfarë është, çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh, po duke qenë brenda kësaj gjës më ka kuptuar që është koha, ka ardhur koha dhe i kam pranuar më lehtë ndoshta se sa një prind tjetër apo një qytetar tjetër që nuk është brenda profilit të arsimit. Atëherë, çfarë ndryshon në mësuesi qytetit? Të mësuesi qytetit? Të mësuesi qytetit është e vështirë sot mësuesi qytetit, sepse prindrit janë më të prerë. Jetën e kanë më intensive, edhe nuk të lën hapësirë, domethënë, e duan përgjigjen direkt po jo. Po dhe fëmijët ndoshta, duke qenë se ata punojnë shumë, janë të angazhuar, fëmijëve mundohen, kam kuptuar një gjë që fëmijët e qytetit i manipulojnë më lehtë prindrit se sa fëmijët e fshatit. Distanca që ata kanë me njëri tjetrin, ndonjëherë unë e shikoj vetë, një prind qyteti nuk e njeh fëmijën aq, mendoj unë, aq mirë sa mund ta njohë një prind fshati, sepse prindi fshatit gjatë gjithë kohës aty, punët që ata bëjnë i kanë përbashkëta, për shembull, që nga mëngjesi që ai e di është në shkollë, pastaj do vi, pastaj do angazhohen. Më ka ndodhur kur isha në fshat, në fakt, prindrit shumë të mirë, shumë fisnik, shumë punëtor. Vinte ndonjëherë prindi, për shembull, dhe unë prisja të pyeste për ndonjë gjë që mësuese si po ecën. Edhe më thoshte mësuese, të lutem, unë e di që ai do ta vazhdoj shkollën, po kam shumë nevojë se po më presin bagëtit apo diçka, duhet të dali. Pastaj aty kam kuptuar dhe se si të jem humane, kam qenë çik kritike në fillim. Nga që mënyra dhe stili i mësuesve tanë që ishte shumë i ashpër, shumë autoritar, dhe mendoja tani duke u bërë mësuese që unë duhet të bëja nami, duhet të kërkoja llogari e tjera me radhë. Por një ditë ka qenë shumë interesante, më vjen një prind kërkon leje për një fëmijë, edhe unë kështu, domethënë mësuese re, nuk është se dija, domethënë ta menaxhoja dhe të isha më e butë siç mund të jemi tani, domethënë dhe na ka mësuar dhe koha. Dhe i them unë, jo, i them unë, çfarë do marri mungesë, më thaj, nuk e di se çfarë bësh ti, po unë do ta marr.
Dhe kishin kaluar 2 orë. Ne udhëtojmë me furgon atëre. Duke udhëtuar me furgon edhe syt nga tokat e Semanit, sektor Seman kam punuar unë, dhe shikojnë nxënësin tim, se emocionohem kur e kujtoj, me çantën në kuriz, me një bidon ujë në dorë dhe me dele. Dhe unë që ka i moment i ka vënë detyrë vetes që asnjëherë nxënësin nuk do ta paragjykoj për atë që më sjell mua në impaktin e parë. Gjithmonë mendoj si mund ta ketë pasur hallin, si ka kaluar mbrëm, ka ndonjë problem familjar, ka qenë i shqetësuar, ka qenë i sëmur. Domethënë vë pjesën humane dhe kam dhe një gjë tjetër që unë bashkëbisedoj shumë me ata. Pasi kaloj këtë fazën e mësimit, mundohem domethënë dhe t'i edukoj duke u dhënë në një këshill, në një gjë, po të ti dëgjoj. Këtë e kam bërë gjithmonë, nuk e di pse. Vjen rregull, te pjesa që duhet ti dëgjosh, ajo është. Po, unë kështu e kuptoj edukimin. Në fillim ne duhet të dimë si ndihet ai që kemi përballë. Qofse ai që kemi neve përballë nuk ndihet mirë, çfarë ti kërkoj unë atit? Qofse ai për shkakun ka kaluar një natë vështirë sepse ka një problem familjar, s'ka fjetur gjumë tër natën. Po s'ka fjetur gjumë tër natën, adoleshenca është një gjë tjetër që unë e mendoj zgjidhje e individit, ai do të bëj ashtu. Do të jetë pjesë e saj shoqërisë. Prindi për shembull e ka toleruar që i ka patur. Raste të rralla janë ato kur adoleshentët dalin, se adoleshentë kemi qenë dhe ne. Pas gjëra tjera. Po është kjo them unë, kjo që prindrit duan të plotësojnë ato gjërat që nuk i kanë pasur mundësi, edhe më ka ndodhur dhe mua kjo që e ka menduar më përpara kur nuk kishim mundësi, thosha unë kur të rritem më mungonte filan gjë, do bëj këtë gjë sa të dal në punë edhe në rrokun këtë do bëj, mua s'ka shku mendja fare që ta bëj atë që kam kërkuar, domethënë sepse kërkesat edhe pritshmëritë edhe jeta dhe kanë kaluar, unë sot jam 44 vjeç, kanë kaluar 30 vite nga adoleshenca ime. Kështu që ëndra jonë ishte të kishim një xhu për shembull. Një palatlete. Një palatlete, kurse këta sot ndërrojnë të kenë ato që mund të fitojnë ose i fitojnë ata që punojnë me 2 punë në ditë ta fëmijët sot. Ju jeni shumë aktivizuar në shumë drejtime. Çfarë më thoni diçka për gjitha këto, përveç punës, paradite, familjes e tjerë, i keni mundësinë për biznes, për të marrë me aktivitete sociale, po themin, shoqërore. Po. Më vjen natyrshëm mua. Unë kam qef të jem kudo. Më vjen, nuk është se e zgjedh. Po kam një telepati vetë ndaj risive për shembull. Një risi që mund të vi një vit më vonë ose disa muaj më vonë, mua më ka ardhur si ide, bile po i thosha një shoqes time, kjo inteligjenca artificiale si u ka ardhur vetëm për mua, se gjithmonë thosha dua një platformë që unë kam këtë lloj strukture, këtë lloj ideje dhe vetëm ai të ma zbërthej të ma sistemoj. Ai ta bën. Po, ajo do me thënë, po kam qenë, jam e prirur, ndoshta që e vogël unë kam një historik, kam hapur një biznes familjar, shumë interesant. Më lëm prindrit 5.000 lek, maman unë e kam nga Durrësi, po ka qenë viti 94, do të kem qenë 12 vjeç. Na lë mamaja 5.000 lek dhe të shkonte në shijak të prindrit e vet. Edhe unë kam pasur atë frymën, ndoshta edhe origjina nga vim, jo të kursej, po ta zhvilloja tani, ta shumë fishoja. Edhe këtu tek lagja një majt e ura me shkallë dikush, me bëj tregu i shumicës atëre. Edhe marr 5.000 edhe shkoj atje, blej çokolada nga ato kokoshkat me mjalë, çokolada Hilal. Edhe marrë një kuti ashtu unë edhe dal aty te lagja, i shes unë ato, i përfitoj, do të thënë i marr ato paratë dhe shoh babajnë në distancë, i mbledhi me vrapë dhe iki në shtëpi. Dhe bëj një 2-3 ditë të gjë sa vjen mami, dhe kur vjen mami, themu mami, unë kam kaq lekë dhe tani unë, dhe aty lindi dhe dëshira edhe biznesi i parë joni familjar. Pastaj u zgjerua duke u bërë një market dhe gjithmonë ka qenë kjo tendenca, i kam pasur një marrëdhënie që lekët kam dash ti shumë fishoj, dhe ti kem aty. Edhe i kam prishur, po dhe ti kem, të kem gjithmonë lek, pra të bëj punë, jo të më sjellin lek që unë të pasuroj dhe të, do me thonë, të lundroj, apo të bëj në gjë të jashtëzakonshme nga lekët që mund të fitoj, po gjithmonë të bëj diçka që të më sjellin lek, kjo është kënaqësia ime. Unë kënaqem kur marr sado pak lek ajo puna që unë e bëj vetë. Pastaj pjesa tjetër është gjë tjetër.
të ardhurave. Po kjo pjesë e borxhit. Borxhin pra jam prezantuar në fillim siç në periudhën e gjimnazit, jam rikthyer në 2009 dhe pastaj kur kam shkuar në 2015 si pjesë e familjes, domethënë ku unë vazhdoj dhe të jetoj, pash një fshat jashtëzakonisht të bukur, me njerëz shumë të emancipuar, po flas për borxhiotët. Pastaj dhe komuniteti që është aty rreth e qark, patjetër që dhe ata kanë vlerat edhe e kanë bërë atë gjën e madhe që sot thuhet borxhi. Kur kam shkuar fillimisht aty, në fakt, familjarët e bashkëshortit tim kanë disa prona dhe unë atë instiktin e biznesit edhe thosha ç'a bëni ju kështu, si ka mundësi një cop toke këtu dhe toka të konsiderueshme, pse si investoni, dhe këta me qeshur thoshin që kush i merr ato toka dhe atje asnjëri nuk i blen, edhe unë u thosha e keni shumë gabim dhe e kam besuar në fakt që shumë shpejt borxhi do ndryshonte dhe një nga qëllimet e mia të asaj kohe ishte që unë ta promovoja këtë gjë. Familja e bashkëshortit kishte një biznes familjar. Në fakt, unë të gjithë borxhin e konsideroj si një biznes që më përfaqëson edhe mua gjitha ato investimet që janë atje, sepse qëllimi im është që unë pushusin ta çoj drejt borxhit, drejt këtij vendi, domethënë, dhe promovimi im gjatë gjithë kohës, gjithë këtyre 11 vite ky ka qenë ta sjell pushusin në borxh dhe të sjell të bëj atë marketingun që unë di ta bëj shumë mirë, për t'i treguar ato më të mirat edhe çfarë përfiton edhe çfarë hum nëse nuk e prek atë gjë. Dhe unë aty nisa ta hapja një faqe në rrjetet sociale për të promovuar biznesin e familjes. Dhe ajo do me thënë, çdo gjë që kam bërë unë më ka mësuar diçka për të bërë pastaj një gjë më të madhe nga ajo gjëja që kam bërë në fillim. Dhe aty pastaj unë jam prezantuar dhe më shumë me rrjetet sociale, duke pasur dhe disa platforma, po faqja që unë sot kam, që e kam në personal, edhe gjithmonë në shërbim të këtij komuniteti dhe jam shumë e hapur dhe kam qenë gjatë gjithë kohës shumë e hapur, duke dhe u thënë që keni banesa ose hotelet që nuk i vini dot në punë, më sillni mua se hedhim këtu pa përfituar në një pa për të pjesën, domethënë që të përfitosh në një të ardhur. Mua më ka interesuar që ata të vinë aty, dhe kur është sezoni i verës, më thot një shoqe në fakt me të qeshur, unë vetëm ty dhe Sali Berishëm. Jo që rrinë tërë ditë në telefon, ç'është kjo punë? Kështu që unë e pëlqej këtë punë, e bëj. Mund të them që si dua unë ta quaj veten, jam një lloj agjente turizmi vullnetare, përpos pasaj pjesës që familja përfaqëson në biznesin në fushën e turizmit. Atëherë përmendën një emër aty, ti dhe politika, si keni marrëdhënie? Po, shiko, nuk jam rastësisht, ose nuk kam qenë rastësisht në politikë. Familja ime ka një kontribut të gjatë që në kohën e rrëzimit të sistemit. Baba në fakt edhe në kohën e sistemit ka qenë pak arrogant, gjithë me sistemin, edhe në ato historitë e tij, sepse ai nuk jeton më, bënte kështu nga këto gjërat e adoleshentëve dhe gjithmonë ka qenë me profesion saldator, e dënonin me punë korrektojse dhe pastaj thoshin hajde në punë, sepse ishte një saldator me patent, siç ka qenë atëherë kategoria 7, mjeshtër, i duheshin, edhe si duket e kishte kuptuar që ishte i rëndësishëm dhe të bënte nga këto gjërat. Themelues së tre xhaxhallarët e mi, dhe patjetër që unë kam ardhur, domethënë, si pjesë e forumit kur kam qenë në gjimnaz në 97-ën deri në 2001-shin, pastaj kur kam qenë studente në Gjirokastër, mbaj mend atëherë me Gen Sërulin. Ka qenë koha pasaj që ndryshuan sistemet. Student, shikoj, nuk ishte një zgjedhje ime personale. Kjo ishte një edukim dhe një frym në familje. Por unë veten time e konceptoj të djathtë, sepse më pëlqen prona, më pëlqen familja, më pëlqen biznesi, dua të jem e lirë, dua ta them mendimin tim të lirë, pavarësisht se sot, për shembull, të thuash të vërtetën, dy rrugë janë, ose do të shmangen, ose s'do të duan. Kështu që pjesë e forumit, jam pjesë e strukturave të Partisë Demokratike,
deri më sot që po flasim. Kam qenë disa herë, domethënë kandidate si pjesë e Këshillit Bashkiak dhe më së fundi dhe kandidimi im në primare për të qenë një nga kandidatet për deputete. Por këtë pjesa e kandidatës për deputete, unë e konceptova si një gjë që kisha britë rrugëtimin e foltores dhe doja të guxoja deri këtu. Se çfarë do bëhet pasaj me politikën, apo me pjesën time, domethënë si aktiviste e Partisë Demokratike, do shikojmë si do ecin edhe procedurat edhe procesi me zgjedhjen e kryetarit. Por gjithmonë unë jam njëri i hapur ti. Unë gjithmonë vlerësoj individin. Nëse sot për shembull, ose po them që deri në këtë moment jam pjesë e Partisë Demokratike, mund të zgjedh të mos jem më. Po nëse nesër dej në qytet, se po vjen zgjedhjet e partisë, zgjedhjet e bashkisë, unë shikoj që qoftë Majtas, qoftë Djathas, qoftë nga PDU-ja, qoftë një subjekt, një kandidat i pavarur, vjen një djalë fjerak, qytetar fjerak që unë e njoh, po, ose vajzë që unë e njoh dhe është i përket, domethënë, qytetit tim, ka rrugëtuar me mua, unë ja njoh vlerat, është këtu, domethënë, e ka prekur qytetin, e di problematikën e qytetit, unë do ta suportoj. Nëse ai do jetë ai që më përfaqëson dhe mua, qoftë Djathas, Majtës, jam dhe për individin. Jam dhe për individin. Jam vërtet e djathtë, por nëse një ditë do më duhet dhe unë nuk do të jem më pjesë e strukturës, për mua kushdo që vjen dhe kandidon në qytet dhe i përket qytetit tim, atit që unë kam 44 vite që jetoj dhe unë e njoh dhe a njoh vlerat, unë patjetër që me shumë konsiderat do ta mbështes. Atëherë do rikthehemi pak tek fëmijët, edukimi i fëmijëve në edukimi fizik. Po. Si mendon ti Akila? Si është më mirë? Sa duhet të bëjnë aktivitet fizik fëmijët në shkollë dhe jashtë shkollës? Shiko, aktiviteti fizik për mua nxitet që në institucionet arsimore. Në institucionet arsimore nuk mund të them që nuk bëhet. Ata kanë 3 orë mësimi të aktivitetit fizik. Po duhet bëhet, po duhet jenë më intensive. Ne nuk kemi, pjesa më e madhe e mësuesve nuk janë shumë larg brezit ku neve jemi rritur. Unë në vetë kur kam qenë në fshat, sepse ashtu ka qenë edhe koha ndoshta atëre, na është dhe mundësia të japim muzikë, na është dhe mundësia të japim fiskulturë. Po, dhe unë kam kënduar dhe vetë, edhe ndonjëherë këndoj tani dhe thonë zësëm pëse sa zëtë burke. Po dhe aktivitet fizik kam bërë sepse gjithmonë kam pasur parasysh, kam qenë shumë e vogël, po kur na arreshtonin para shkollës, ato gocat më të rritura me ato kilota dhe ne që mundoheshim, dhe unë këtë imazh kam pasur për aktivitetin fizik dhe mua do më pëlqente që ka shkolla 4 të treta, të gjithat ishin në një orë mësimi dhe për të treguar të bashkësinë. Dhe pse mos ta demonstroni për shembull. Jo domosdoshmërisht një lojë me volejboll apo me basketboll, po një lojë me bixha. Po, lojra popullore. Po, lojra popullore që kemi luajtur ne, ose ajo loja me qytete, ose ato rezerva, ato pa lufte, po pse ka plot ambient e shkollat që mund të ekzekutohet kjo lloj gjëje. Jo domosdoshmërisht disiplinë, sepse ai basketbollin e bën në një kurs, apo në një kurs privat, mund të themi, apo në një klub sportiv që prindërit nuk kursehen për t'i çuar fëmijët e tyre. Kështu që unë jam të kështu tradicionale dhe kam lidhje shumë ngushtë me fëmijërinë, sepse unë kam jetuar në Lagje Maj dhe kur luanim hava dollapa ne, përfundonim deri tek hoteli, tek Hotel Fieri dhe mbrapa aty kishte edhe qymyrgur. Ke parasysh, ai hoteli punonte atëre kaldaj me qymyr. Futeshim aty, bëheshim edhe me qymyr dhe pastaj dilnim, më thonë të gjëra shumë bukura. Ose në Ser, domethënë, ose te cirku për shembull, që kemi luajtur të gjithë. Kështu që unë jam për ta prekur, domethënë, do të rrëzohesh atje të bësh pis. Unë fëmijët e mi, vajzat e mia, sidomos kur jam në Borsh, ndonjëherë, domethënë, ka dhe protesta masive. U fik televizorin, e marr pultin e rënë në xhep,
kyçe dhe çesi atë derën e shtëpisë dhe I them për jashtë tash. Fare, kam një rrjet atje, kam top, kam edhe ambientin dhe pastaj në det naut. Kështu që jam për ta prekur sepse unë mendoj që energjia merret nga të prekurit dhe nga të bërit gjërat. Pastaj edhe natyra është fantastike, është ilaç. Të vraposh, pavarësisht se unë tash kam hequr dorë nga aktiviteti fizik. Vrapoj në det ato, duke notuar. Atëherë jemi tek pjesa e po themi në edukimin. Po edukimin në mosha më të rritur gjatë gjithë jetës. Emancipimin, si e shikon Elkida? Emancipimin në shoqërisë. Femra, meshkull. Unë jam çik konservator, jam shumë tek tradita. Unë jam në jetën time kur unë jam rritur mbaj mend vetëm gjyshen. Sepse prindërit I kapin tranzicionit, dhe siç të thash pak më përpara, ne kishim një dyqan. Po ajo që mua mentorja ime më e mirë ka qenë nëna ime, duke filluar që nga kur isha e vogël. Hajde këtu thoshta, rregulloj krevatin. Hajde këtu bëj këtë. Hajde këtu bëj atë. Po dhe unë u rita domethënë duke qenë dhe pak domethënë tani provinciale s'mund ta them, po me këto tertipet tradicionale. Domethënë që e dua rregullin, e dua dhe në shoqëri emancipimi tepër mua nuk më pëlqen. Sepse kam kuptuar që emancipimin e tepër dhe atë ekstremin e bëjnë njerëzit, mendoj unë, njerëzit që I kanë fituar gjërat shumë shpejt. Dhe vjen një moment që ai nga deliri, nga fantazia e shfrenuar e momentit, humbet gjithë jetën e vet. Unë kështu e kam perceptuar. Një njeri që ka një kronologji të gjës, që ka, si po flasim ne tani, është rritur, është arsinuar, ka një profesion, kërkon të jetë më I mirë, më I rregull dhe kupton që jo domosdoshmërisht të shpërfytyrohesh, qoftë në sjellje, qoftë në veshje, qoftë në stilin e jetesës, ti ndihesh më mirë apo të bën më të mirë. Unë kam arritur në një pikë thituri, kur kam qenë e re, rinim dhe çik më të ngrefura, kështu më të rregulluara e tjera me radhë, po sot kam bërë një paqe totalisht me vete, them që kam gjithçka dhe nuk më bën përshtypje më asgjë, I kam shijuar, domethënë, dhe kam çdo gjë të mundshme që kërkon një njeri normal dhe s'ka më as ato interesin jo po të vishe mund se do më shikoj turi. Nuk duhet vishe, do vishem kështu si duam se ndihem mirë, apo të vete patjetër t'i krej ato flokët se patjetër që profili I mësuesit ka një, po kam zgjedhur që të jem shumë e thjeshtë. Nuk më duhet fare një buzëkuj shumë I fortë, nuk paragjykoj, apo një penel shumë I fortë, apo një buzëkuj shumë I fortë për të bërë mua jam mësuese mirë, jam e keqe, jam e dashur të nxënësit thjesht. Dhe mundohem që ja u reflektoj dhe në njërë nxënësve që kanë tendencën kështu, po pra që kanë këtë tendencën që shumë të vegjël, për shumë bëjnë ato rimele, I them, jam mësuesja. Qa? Sa më thjesht edhe I them, domethënë me të qeshur që sot në këtë kohë, luks është të jesh I thjesht. Kështu e kam konceptuar unë dhe në këtë kam arritur. Që luks është të jesh I thjesht duke parë masën që duan, se nuk e bëjnë se e ndjejnë, e bëjnë se janë në garë dhe duan të duke, nuk kështu e kuptoj. Pse duhet jenë garë njerëzit për make-upin, për shembull, apo për nuk e kuptoj dot. Nuk e kuptoj dot. Unë këtë nuk e kuptoj dot. Nuk e kuptoj dot. Sepse ne sa kemi qenë të vegjël kemi thënë që sa të rritemi ne do dalim nga tutela e prindërve. Unë të paktën e kam thënë për shembull, kisha qef të bëja ndonjëherë buzët me buzëkuq apo syt, po ja që unë u rrita, I mora gjërat me radhë dhe nuk më shkon mendja kurrë që gjë e parë që të bëjmë gjithë është buzëkuqi, apo thjesht mjafton të jesh kesh higjen, të jesh me veshjen që mua më përfaqëson si mësuese dhe jam shumë okay. Po mirë, këtë pjesën e, po themi, e rrjeteve sociale ose këtyre fenomeneve shoqërore si Big Brother, modele që japin këto, po themi. Nuk pëlqen fare mua. Modele mediatike këto. Mua nuk më pëlqen fare. Se e di pse, se them kështu, jam ndesh me atë që edukon mësuesin në shkollë. Po, ata kthehen në modele dhe stili komunikimit të tyre kthehet në model. Do me thënë, po të shikosh këto emisionin e fundit njërë që ka pasur edhe që kam parë edhe një fjalor shumë të rëndont, nxënësit më të vegjël sidomos ata që janë deri në 9 vjeçar e marrin jo si shembull, po
kur duan të rebelohen edhe të kthejnë përgjigje që ne jemi rritur, i përdorin për të treguar dalë njerëz edhe ne këtu. Ty duhet pyesësh ku e ke gjetur këtë? Unë jam totalisht kundra, domethënë promovimit të këtyre modeleve ka plot të rinj që mund të promovohen për mënyrën se si u ngjitën për të bërë një inxhinier, një arkitekt, se këto stomatolog apo mjek nuk kam parë në një emision deri më sot të paktën që të promovoj ose të flasi për kronologjinë e injinjërisë që mund të jetë për shumë 25 vjeç. Nuk e flet për kronologjinë. Okej, ne po në rastin konkret. Mirë, po ky është një emision që këto ta shikojnë në brezi hyn ose ata njerëz që mund ta kuptojnë çfarë po themi ne. Po një fëmijë që merr modelin apo merr frymëzohet ose motivohet, e ke parasysh pse mos ketë model? Kemi ndjekur dhe ne atë Ambra Angiolini që ka qenë atë që posta për te Italia Uno, po kishte edhe atje, domethënë elemente kësaj natyre së sotme që jo po do bashkoheshin dy të rinj, po nuk ishin kaq vulgare, domethënë, nëse të kujtohet. Po tani është ekstrem. Tani është ekstrem. Nuk e di domethënë se si do ndryshoj, por nuk jam fare dakord. Vajzat e mia nuk shikojnë fare televizor. Tani mund të duket se mund të dalin ndonjë të thotë që çfarë po thot ajo apo po thon nona. Unë jam tip që nuk shikoj fare televizor. Do thuash ti merresh me rrjetet sociale. Unë punoj gjithë kohës. Në rrjetin social, domethënë, më së fundmi po merrem me një gjë të re që ka dalë edhe në trend, ose menaxhoj faqen, ose menaxhoj një faqe të një biznesi të vogël që kam unë, që më shumë e kam dhënë ose e kam bërë për ta vënë në funksion të vajzave të mia, këtë që po them, është një after school, duke ja sjell detyrat ato do t'i bënin. Por për t'u sjell atyre shok dhe shoqe që të kalojnë 3-4 orë pas shkolle. Që mos të vinë, domethënë nuk shumë e kam parë, edhe kur e kam ngritur këtë, konceptuar këtë after schooling, që nga ora 12 deri në 2 ata të argëtohen edhe të thonë aty që kanë bërë, të hanë bashkë, të bisedojnë, luajnë, dhe pastaj pjesa tjetër, detyrat që patjetër do t'i bënin në shtëpi, dhe kur ato kthehen në shtëpi, ato e dinë çfarë kanë bërë. Dhe vazhdojmë atë rutinën e gjumit. Po kjo domethënë ky është qëllimi im, sa më larg telefonit dhe televizorit. Duke patur parasysh këto fenomenet. Po, fenomenet janë. Ato do bëjnë patjetër, që ato do rriten, do shikojnë, do bëjnë, po ti mësojnë në moshën e dur, në kohën e dur, dhe në moment unë sot kam fuqi ndaloj. Nuk e di për pas 2 vitesh. Po unë këtë mënyrë kam gjetur. Atë jemi në fund bisedës. Kemi një mesazh për publikun? Një mesazh në çfarë koncepti, si qytetare apo si mësuese? Po të si qytetare dhe si mësuese. Unë në radhë të parë do them një mesazh si mësuese. Unë e di shumë mirë që prindrit sakrifikojnë pafund, se cili nga ata vrapon të kapi një punë dhe një punë tjetër dhe shumë mirë bëjnë, sepse kështu është jeta, kështu është vrapi, edhe patjetër që edhe standardi. Por, para se të besojnë fëmijët e tyre për çdo gjë që thuhet në institucione arsimore, qoftë për mësuesit, qoftë për shkollën, qoftë për librat, qoftë për mësimin, ata duhet ti vërtetojnë ato dhe ti argumentojnë, jo të manipulojnë aq shpejt. Ta fëmijët e sotëm kanë një dhunti të frikshme mbi manipulimin tek prindrit. Ndodh që i thot mësuesi dhe prandaj un kam kuptuar një gjë, prandaj dhe pjesa e sistemit ka arritur këtu. Sepse ti thua prindit është kjo gjë, ai patjetër shqetësohet, të beson, po thot vetë në shtëpi ai e manipulon, dhe të vinë ditën tjetër mësuese, po jo mësuese, jo, mase nuk i thon llogari, thot mësuese, po se unë e pyeta, jo. Asnjëherë asnjë mësues nuk ka për qëllim as të denigroj, as të fyej, as të ofendoj, as edhe një lloj fëmijë, se në fundit janë ata që ne shkojmë në punë, janë ata që do kenë nesër dej fatin ton në dorë.
Pastaj si qytetare, për mamat dhe për gocat, çfarëdo që të bëjnë, apo çfarëdo që kanë bërë me veten e tyre, si kanë sjell jetën edhe si u ka ardhur jeta, kur ato të jenë mama, ose dhe motra më të mëdhaja, kanë mbi supe një peshë shumë të rëndë, që është modeli, që ato lën apo përcjellin. Duhet të jenë shumë të vëmendshme dhe të matura për veprimet që bëjnë. Sepse në Islam thuhet që në besimin islam thuhet që investohet shumë tek një vajzë, sepse ajo shikohet që nesër është ajo që do mbaj shoqërinë. Pra ajo do edukoj vajzën, djalin, dhe asaj ajo domethënë ka një si thonë jo një peshë, po një dedikim të veçantë për atë që ajo do ngrej nesër me ata, si punë e mësuesit, që nëse i mësues sillet mirë, sillet mirë. Nëse një mësues është i hapur apo dëgjon, është dëgjues shumë i mirë, patjetër që edhe nxënësit do reflektojnë dhe gruaja. Nuk më pëlqen fare, shiko, unë jam çik se ta thash, jo si jam jashtë modës apo jashtë trendit. Për shumë nuk pëlqen fare, se tani unë e di që dhe mund të paragjykohem. Po këto tatuazhet e panevojshme dhe të dukshme. Për shumë sidomos te profili mësuesit, nuk do më pëlqente. Po këto 30 palë vëth për shembull, në përvesh, në përhum, në për te mësuesit. Mësuesi është i pari që bie në kontakt me dhe prindi. Nuk paragjykoj, se secili mund ta bëj, për qefin e vet, por unë them kur ti je një model dhe ke një grupim që të ndjek dhe që pret nga ty që ti t'japësh eksperiencën, përvojën tënde, domethënë pjesa e pamjes së jashtme për mua duhet jetë e rregullt dhe korrekte. Mendoj unë tani. Mbase ne çamët jemi çik të prapambetur mund të themi. Kështu që ose mendoj që gjyshrit që na kanë rritur ne, që kanë qenë shumë të rëndësishëm, prindërit autoritarë, sistemi ka bërë që ne për shembull të mos i pranojmë shumë lehtë të gjëra. Pra ti paragjykojmë të që po flasim. Kështu që unë kështu do me thëmë për mamat, duhet jesh shumë kujdesshme, sidomos me vajzat. Dhe kjo liria e tepër të turi, se dëgjojmë në vend, në biseda, nuk më pëlqen, duhet dhe prindi të ketë një lloj muri me fëmijën. Nuk mund të jetë fëmija shoku yt, jo po e di unë se ku do dali, jo po e di unë se ku po shkoj, vetëm të më thotë, jo unë nuk dua të më thotë vajza ime se po del me një djalë. Çfarë do të di unë? Sepse unë e konceptoj si fyerje, po del ajo me një djalë 15 vjeç? Çfarë do bëja, do fejohet, do martohet 16? Kështu që unë dua që vajza ime të ma kursej këtë gjë, sepse do ndihem e dështuar, nuk ka asnjë gjë të keqe, po ja kjo fillon dhe të çmonton ty si prind atë autoritetin atë, sikur ti do bësh namin. Po është ajo madhështia e prindit dhe respekti mbi të gjitha. S'kemi bërë ne kështu përpara prindërve tanë, nuk e di. Jo, ka qenë tjetër kohë normal. Po jo, unë mendoj që koha ka qenë e njëjtë. Dhe është gjithmonë e njëjtë është koha. Njerëzit duan vetë japin ato ngjyrat. Janë 2-3 njerëz për shkakun që nuk rin dot te rryma, tek disiplina. Po mirë, është 1% e popullit. Po edhe ata tani ndikojnë dhe bëjnë faktor. Një problem social kesh ti, ta mori tjetri, për shembull fëmijën, ta futi në atë rrugtim. Po. Kështu që kjo ishte domethënë mesazhi im. Mirë, kjo të falenderoj për bisedën dhe të uroj suksese. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe të shkof mbar. Dhe mbasi do takojmë në Borsh pastaj për të folur pak më për të prezantuar qyteti Fierit është si mund të themi frekuentues shumë i mirë, kryesisht i zonës së Borshit. Po janë përsa ndryshime andaj, kështu që duhet i përmendim. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit.